që thot Sheikh Albani. Bidatxhi konsiderohet ai person i cili e ka tradit bidatin. Subhanallah. Nuk quhet bidatxhi ai që shpik një bidat të vetëm për shkak të pasimit të epshit vet. Ka vllazni që s'bin hiç në bidat veç pse se bën filanën e fistekin bidatxhi, prej një grupi të njerëzve bën bidatxhi. Për shkak unë shpesh kum thon subhanallah, me përhapjen e një menhexhi të tillë, në kohët e fundit edhe Sheikh Albani do të më bëj bidatxhi. Sheikh Albani Ibn Bazi Sheikh Uthaymin. Çfarë do të thonë këtu habiba? Po do të thonë që ka për shembull imam caktuar që në për xhamia, mirë po tradita e tij është që me praktiku sunetin, e lufton bidatin. Po që e boni një bidat. Ndërsa anën tjetër ju thotë që kjo është bidat. Që Sheikh Albani po thotë ky nuk është bidatxhi. Edhe pse mëkatin e merr, nuk diskutohet aty. Pra që dikush të konsiderohet bidatxhi duhen dy kushte thotë. Kushti i parë që bidatin mos ta ketë bërë nga ijtihadi, por nga pasimi i epshit. Për mu quj di bidatxhi duhet me bën nga epshi edhe me pas tradit bidatin. Nëse gjatë ka qenë dietar e ehlis sunetit, është dietar e ehlis sunetit, gjatë hulumtimit, ijtihadit, po bjerë në bidat, ky nuk është bidatxhi. Pse se ky nuk e ka ndjek atë metodologjinë e bidatit, po aksidentalisht ka rënë bidat. Dyta, që bidatit jetë zakon dhe tradit e tij, çu e tham, për ta sqaruar sa më mirë kët po japin thot një shembull. Mirë po thot në të kundërtën, nëse një udhëhes thot e ka zakon drejt, po ndonjëherë bën padrejtësi, nuk i themi udhëheci pa drejt. Dhe thot nëse e kemi kuptuar këtë fakt, atëherë kemi kuptuar kush është bidatxhi. Edhe një gjë tjetër Sheikh Uthaymin e potencon, nëse një alim, një meselë të caktuar nuk e din. Dhe qohet një nxënës i dijes, nxënës, nuk është dietar, e trajton çat mesele në detaje që e din më mirë se dietari. Në këtë rast, këtë dietarin a e bën xahil dhe këtë studentin e dijes dietar? Jo. Këtë nxënësin e dijes ta që po e din një mesele në mënyrë të detajzuar më mirë se alimi, po ka edhe libër ka shkruajt, se bën dietar. Po e bën dietar në thojza për çat mesele.